Të ardhurat që emigrantët sjellin çdo vit ka bërë të mundur që remitancat të pësojnë një rritje relativisht të madhe vitin e fundit. Pedagogja e ekonomisë Antoneta Polo bën me dije se remitancat kanë arritur të shënojnë një nivel rekord, duke kapur shifrën e mbi 1 miliard eurove. Kjo rritje vjen si rezultat i numrit të lartë të emigrantëve kudo nëpër botë. Apo e thon ndryshe të ardhurat nga emigrantët, është një nga të ardhurat kryesore në ekonominë shqiptare, në përgjithësi dhe për qytetarët shqiptarë në veçanti. Vitin e fundit kemi shënuar një bum i këtyre remitancave dhe sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, vlera e këtyre remitancave ka kaluar 1 miliard euro, pra për vitin 2024 është 1,05 miliard euro, shifër kjo rreth 12,5% se e njëjta periudhë e vitit kaluar, pra se viti 2023. Dhe kjo ka një shpjegim që lidhet me rritjen e numrit të emigrantëve. Të gjithë e dimë që është rritur ndjeshëm numri i qytetarëve shqiptarë që kanë shkuar në emigracion dhe këto të ardhura nga emigracioni kryesisht nga Shtetet e Bashkuara, Greqia, Italia e tjerë, përbëjnë një nga burimet kryesore të ardhurave në Shqipëri. Rritja e emigracionit shoqërohet gjithmonë dhe me rritjen e remitancave. Ka ardhur kjo rritje që nga viti duke filluar që nga viti 2013, kur filloi kriza ekonomike globale, dhe këtej për të shënuar kulmin në vitin 2024. Polo thekson se rritja e remitancave do të vijojë të jetë në nivele të larta për shkak të emigracionit të rinjve. Përderisa ka emigracion, do të ketë rritje të remitancave. Ne e shikojmë që gjithmonë ka largim, sidomos të brezit të ri nga Shqipëria, dhe kjo do të shoqërohet dhe me rritjen e remitancave. Madje në institucionet botërore është vetëm për vitin 2023 ishin rreth 75.000 individ të larguar nga Shqipëria që kishin aplikuar për leje qëndrimi në vendet e Bashkimit Evropian. Dhe përderisa kemi një lëvizje të lirë të njerëzve, me siguri që kjo nuk mund të ndalojë largimin dhe kryesisht të rinjve, dhe kjo pastaj nga ana vet shoqërohet me shtimin e remitancave. Nga të dhënat e Eurostat, vlera e remitancave që kanë hyrë në Shqipëri gjatë vitit 2024 ka rritur nivelin më të lartë të dekadës së fundit, ku kanë kapur vlerën e më shumë se 1,2 miliard eurove në rritje me 5,8% krahasuar me një vit më parë.